Vim në Tiranë vetëm për të takuar miq ose për çështje pune më tepër, edhe për qef. Por për ndryshe jo, shumë mirë, sa herë që vim është gjithmonë qef edhe kënaqësi, sepse kemi shumë miq që miq të zemrës edhe njerëz që i duam edhe i vlerësojmë shumë, kështu që gjithmonë është surprizë kur vim në Shqipëri. Jo, është gjithmonë një ndjesi pak a shumë e çuditshme në dukje, po gjithnjë ka mrok i madh. Ashtu. Sa zbres mrok i madh. Dhe po se unë dje u ktheva nga Graci, kemi luajtur një shfaqje atje në Austri, në Austri në një festival, kaluam shumë bukur, po tani jam një çikës shumë si më thon, i eksitum me rrugtimin që do vazhdojmë me mallin.